Aktoria e njohur dhe deputetja e vetëvendosjes Adriana Matoshi ka dalë me një reagim të ashpër ndaj kreut të LDK-s, Lumir Abdixhikut, pasi ky i fundit deklaroi se kishte dashur t'i votonte marrëveshjen ndërkombëtare, buxhetin e komunave dhe raportin e RTK-s. Matoshi përmes një postimi në Facebook ka ironizuar Abdixhikun duke pyetur se ku ka qenë ai më 19 nëntor, ditën kur opozita u mblodh për votim. A ke dasht? Më 19 nëntor ku ke ti o djalosh? Se na të tjerët u mblodhëm dhe ju pritshim, ama ty nuk të kam pa. Që une ku jam, ama ty në foto nuk po dëgjej, që foto lype veten, ka shkruar Matoshi. Në vazhdim ajo ka goditur edhe më fort me një krahasim thumbues kryetarin e LDK-s. Mos u bon ti si përparim qibriti, se marre, si u ka hije partinë e Rugovës me kthy në parti të fullirantave.